Pas 16 vitesh në pushtimin e kishës ortodokse, më në fund Pallati i Kulturës nëpërmjet është kthyer në identitet. Përfaqësues të zyrës së përmbarimit kanë ekzekutuar gjatë ditës së sotme vendimin e gjykatës për lirimin e këtij ambienti nga kisha dhe përfaqësuesit e saj. Vendim ky që duhet ishte zbatuar 10 vite më parë. Gjatë ekzekutimit vendimit, palët janë konfrontuar mes tyre dhe përmbaruesit kanë asur në kundërshtimin e priftërimve të cilët në asnjë mënyrë nuk kanë dashur kurse si të lirojnë ambientet. Bashkia Përmet dhe Kisha Ortodokse prej 16 vitesh kanë qenë në konflikt mes tyre për trullin në të cilin është ngritur godinë e dykaçe e Pallatit Kulturës. I ndërtuar në vitin 1962, ky pallat, dikur krenaria e përmetarëve, ka eshtur së funksionuari në vitin 1997, kohë në të cilën u zaptua edhe nga Kisha Ortodokse. Fatus Alimadhi, kryetari i zyrës së përmbarimit, është shprehur se janë kërcënuar nga ana e përfaqësuesve të kishës, ndërkohë që ka sqaruar se gjykata kushtetuese në vitin 2002 ka dhënë vendimin në favor të pushtetit vendor, por prej 11 vitesh ky objekt u mbajt forcërisht nga Kisha Ortodokse. Kjo ka qenë qendra kulturore e qytetit Përmetit, kanë fituar procesin gjyqësor dhe ne veç zbatimit të ligjit nuk kemi bërë asgjë tjetër. Megjithëse kemi pasur edhe kërcënime nga prim deri në familje, nga fëmia edhe persona tjerë, neve përfundimisht zbatuam ligjin. Sot u rrahën në mënyrë barbare klerikët e atij qyteti. U penguan në mënyrë të dhunshme besimtarët që të hyjnë në kishën e tyre dhe të kryejnë detyrat e tyre të besimit. Pallati i Kulturës funksionoi si objekt fetar prej 26 majit të vitit 1997, fal një vendimi të Komisionit të Pronave të Përmetit. Pallati i Kulturës ka një sipërfaqe rreth 6000 metra, ndërsa zyra e përmbarimit ka tentuar 15 herë të ekzekutojë vendimin e gjykatës kushtetuese, por fatkeqësisht janë penguar nga përfaqësuesit e kishës.